Ndërsa ka përfunduar procesi numërimit të votave në shkallë vendi, tashmë në Parkun Olimpik të Tiranës Feti Borova po numërohen votat e diasporës, ku ka nisur procesi përfundimtar ai për kandidatët e listës së hapur. Sipas tabelave zyrtare të KQZ-s janë numëruar dhe referuar 194.997 zarfe me votat e emigrantëve për zgjedhjet e 11 majit, nga 159.140 që ka qenë numri në total. Deri më tani Partia Socialiste ka fituar 116.453 vota ose 60.39%, Partia Demokratike 46.290 vota apo 24.01%. Diferenca votave mes dy partive të mëdha ka kaluar mbi 70.000 në favor të socialistëve. Në shkallë vendi, duke llogaritur diasporë dhe qarqe, PS gjithashtu ka një diferencë më të thellë me mbi 312.000 vota. Aktualisht socialistët kanë në total mbi 840.000 vota, demokratët 528.000, 14.489 vota ka marrë nga diaspora nisma Shqipëria bëhet, 5.886 mundësia, 2.284 Partia Socialdemokrate, ndërsa të tjerat janë nën pragun e 1%-shit. Deri më tani socialistët kanë siguruar 83 mandate, po do kanë mbetur në kuotre 50, PSD 3, mundësia 2 dhe nga një mandat nisma Shqipëria bëhet dhe Lëvizja Bashk. Sa i përket qarkut të Shkodrës për diasporën, nga 17.452 zgjedhës të miratuar nga KQZ, 13.533 ishin zarfet e raportuara, por në numrin total dolën 13.959, nga të cilat 13.845 flet janë të vlefshme, 97 të pavlefshme. Një nga problematikat e ngritura gjatë procesit numërimit të diasporës, sipas ankesave të subjekteve politike, ka qenë pasja më shumë fletëve të votimit se sa zarfet dërguara pranë KQZ. Opozita madje ka ngritur dyshimet për manipulim të mundshëm, por shkaku duket se është krejt tjetër, teksa gjithçka është regjistruar me proces verbal. KQZ thotë se shumë prej emigrantëve zarfin B nuk e kanë futur në zarfin A, apo ka patur raste kur e gjithë familja me të drejtë vote ka futur fletën e votimit në të njëjtin zarf. Megjithatë, për të gjitha këto është mbajtur proces verbal dhe do të verifikohen më tej nga ana e KQZ-s. Edhe në diasporë, sa i përket qarkut të Shkodrës, nga gjysma zarfeve të numëruara, dy kandidatët me më shumë vota janë Dona Bilali e socialistëve dhe Bart Spahia i Partisë Demokratike. Ky i fundit e ka siguruar mandatin e deputetit nga lista hapur si emri më i votuar në rang qarku me afro 10.000 vota.